Pas shumë javë shëndrimi në shtëpinë e Big Brother VIP, Egli Tako ka marrë vendimin për të dalë nga loja. Ajo nuk ka mundur më të përballojë izolimin brenda shtëpisë, duke bërë të qartë se ndjenjat dhe sakrifica e saj nuk u vlerësuan aq sa ajo shpresonte, veçanërisht në gjesti. Në një postim të saj në rrjetet sociale, Egli ka treguar arsyet e largimit, duke lënë të kuptohet se pjesërisht fajin për këtë e ka edhe gjesti. Ajo ka ndarë ndjenjat e saj të zhgënjimit, por në fund ka ruajtur klasë dhe maturi, duke i uruar fitoren djalit nga Kosova. Ky veprim ka tërhequr vëmendjen e publikut, pasi pavarësisht gjithçkaje, ajo nuk e ka lënë më një mbështetjen për të. Por surpriza më e madhe ka ardhur nga motra e gjestit, Blerina, e cila duket se e vlerëson shumë Eglin. Ajo ka publikuar një story ku dëgjohet një nga këngët e Eglit, duke e shoqëruar me mbishkrimin zë i nivelit magjepës. Ky veprim është parë si një mesazh i qartë që familja e gjestit e mbështet Eglin në çdo hap të saj, pavarësisht ndodhive brenda shtëpisë. Kujtojmë se kur Blerina surprizoi gjestin brenda shtëpisë, ajo shpreu falënderime të sinqerta për Eglin, duke vlerësuar dashurinë dhe kujdesin që ajo i kishte dhuruar vëllait të saj. Ky respekt dhe mbështetje duket se vazhdon, edhe pas daljes së saj nga loja, duke treguar se lidhja mes tyre ka lënë gjurmë të forta jashtë reality show-t. A do të thotë kjo se familja e gjestit e sheh Eglin si pjesë të rëndësishme të jetës së tij? A mund të ketë ende diçka të pasbardhur mes tyre? Mbetet të shihet se çfarë do të sjellin ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!